Arrest me burg, afat 60 ditor ka vendosur gjykata e shkallës së parë të rrethit gjyqësor Fier për 4 prej të arrestuarve në kuadër të operacionit policor të koduar Xuex për goditjen e skemave piramidale online dhe detyrim paraqitje për 2 kamarierët Arber Çelaj, Emanuela Taulau, Flavio Mukaj, Marius Kodra, Brunilda Ndini dhe Brunilda Todi kanë mbritur në gjykatë rreth orës 8:30 të ditës sotme, të shoqëruar nga 2 furgon policie, ndërsa në ambient të jashtme ndodheshin familjar të tyre. Në seancën me dyert të mbyllur ata kanë dhënë dëshmitë e tyre para trupës gjykuese të përbërë nga gjyqtar Genci Busho dhe prokurore Jonida Allushi. Seanca është ndërprerë pas gati 3 orësh, ndërsa vendimi është dhënë rreth orës 14:30. Mësohet se para tokave të zeza, 6 akuzuarit kanë thënë se janë viktima të situatës, ndërkohë për mediat nëna dhe tezja e një prej të arrestuarve ka pohuar se nuk e dinin që kjo ishte e gabuar. Ja dhash vet lekë djalit, ka thënë nëna e Emanuelit. Jo, as nuk dim asgjë. Bilu habitë, çfarë? Ju e dinit që kjo ishte një lloj si gjë, shëtin, as kemi ngjur gjë, as si veprohet, as si hyn, as nuk dim asgjë. Jam tezja e djalit. Tezja e djalit. Djali rrinte shumë kështu në këto platformat. Po jo, ishte punonte, ishte kamarier, punonte. Kamarier. Po. Nuk dim asgjë. Keni marrë avokat vet apo e ka caktuar gjykata? Nuk Jo, e ka marrë. Nuk keni caktuar, keni marrë vet. Dikush duhet i lajmëronte që kjo është e palishme. Çfarë të them? Do të kishte një oftim bëra praktikisht. Kujtim nuk dim. Se u arrestu çuni im, edhe gjithë të punë. Nuk dim. Kishte koka më të madhe, ka lozë gjithë drejtora, ekonomista, gjithë dim. Sa kohë kishte që kishte fut para djali juaj, që përfshinë të unë ja dhash lekë, thash losi gjithë tjerë. Si kesh lekë për vete? Nuk e di 3 muaj. Mbi 6 akuzuarit rëndojnë akuzat skema piramidale online dhe mashtrim kompjuterik, ndërkohë operacioni Bluve të Fierit vijon dhe pritet që në ditën në vijim të ketë edhe arrestime të tjera, ndërsa në kërkim janë edhe çifti i bashkëshortëve Erledio dhe Alma Shebeku. Operacioni ushtrin disa qytete, por filloi dhe u finalizua në qarkun Fier, ku rezulton edhe numri i lartë i të mashtruarve, veçanërisht në Lushnjë dhe Divjak, ku pjesë e skemës kanë qenë edhe punonjës të administratës shtetërore.